Dita botërore e ujit e gjen një pjesë të madhe të lagjeve të kryeqytetit pa furnizim me ujë të pijshëm. Sipas banorëve të lagjes Muharrem Feza, që nga dje ata po përballen me mungesë të ujit. Mormi me bidon këtu shishe, begojme me ujë. Me kalu këtë krizë, diçka duhet të bojmë. Se veç me kritika s'u po bojmë kur gjatësh. Pagesën e bojmë me rregull. Bile davaz si hapi ka herë. Inshallah me s'pëbojnë diçka se në përbanesa o shtirë, me të blenë e këjtë. Mas dhe për banjo që na mundon se këto që jatë. Që 2 ditë s'ka ujë, katastrofë, gjithë kjo ndërtes pa ujë. Edhe lagjet të tjera në kryeqytet mbi 24 orë kanë mbetë pa ujë. Me mungesë të furnizimit me ujë të pijshëm përveç lagjes Muharrem Feza, po përballen edhe banorë të lagjeve të tjera, sikurse ata të matit 1, Rrugës B, Ahmed Gashi, Jakov Zoza dhe 2 lagje të tjera në kryeqytet. Sipas njoftimit të kompanisë rajonale e ujësjellësit Prishtina, lagjet kanë mbetur pa ujë si shkak i një defekti në rrjet. Sipas tyre, ekipet janë pothuajse gati në izolimin e defektit dhe më pas rregullimit të tij. Përderisa urbanizmi ka shënuar rritje, sidomos në zonat banuese, u tha se mund të haset edhe në probleme të tilla.